Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut Madhërisëm. Salavatet mbi mësuesin më të mirë sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë më të mirë deri ditën e Kiametit. Natyra kësaj feje që Allahu na ka nderuar, na ka krijuar dhe na i ka mësuar këtë fe në detaje, është natyrë serioze. Prandaj kërkoj prej vëllezërve që të koncentrohemi dhe mësojmë veprat zemrës, përjetime dhe hall gjendje të zemrës, e cila e bën sevapin më të madh te Allahu xhalla xhelalu. Ky Allah subhanahu wa taala, sevapet e ai nuk arrihen me numra, sikur që mendon dikush prej neve se nëse e përmend Allahun 1000 herë, kjo po e ka vlerën e vet, por dietat islam kanë thënë ala ma fi qulubil insan min athar. Sevapi dhe shkalla të Allahu xhalla xhelaluhu arrihet me atë që njeriu arrin prej gjendjes dhe përjetimit të vet në zemër. Prej gjendjes edhe përjetimit që kemi në zemër. Allahu xhalla xhelaluhu në Kur'an i ka thënë Yahjes alayhi salatu wassalam, ja Yahya khudh al-kitaba bi quwwa, o Yahya, merr këtë libër seriozisht, me fuqi. E kem Muhammedin alayhi salatu wassalam, të cilit Allahu xhalla xhelaluhu i ka thënë inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Falja e namazit natës dhe leximi gjatë natës ka ndikimin më të madh në zemër. Ka ndikimin më të madh në zemër. Prandaj e kemi kalu një periudhë, për shembull, për marrim shembull periudhën e koronës. E pam që njerëz 14 vjeçar, 35 vjeçar po vdesin, edhe sot po vdesin. Dhe na nuk e dim sa kena vetu. Prandaj secili prej neve nuk është shumë i ri për të mos mendu se në mënyrë serioze për të kontribuar diçka e cila do të bën shefat për të dhe do të ndërmjetëson te Allahu fuqi plot në ditën e Kiametit, që të jemi njerëzi që kena fituar diçka. Prandaj prej sendeve më të larta që kena mundësi sot mi bë është mësimi i fesë Allahut. Ta mësojmë fenë Allahu xhalla xhelaluhu dhe na këtu në këtë troje, pasha Allahun kena mundësi më nxjerr në zansa dijes hoxhallar, po jo pse jo dhe dietar, të cilët do të merren me lëmit shumëta. Vetëm se shumica prej neve ja vendosin kufit vetës në mendje. Sikur nana Ismailit alayhi salatu wassalam, e cila i tha ujt zemzem, mbledhu, dhe mbledh. Muhamedi alayhi salatu wassalam tha, po ta kish lënë, ish bë lëm. Ish përhap shumë. Me po njeriu, me këtë do më tregu Muhamedi alayhi salatu wassalam, jo rastin e asaj. Por njeriu, neve vet, duke mos ia ditë vlerën vetvetes, duke mos ia ditë seriozitetin vetvetes, duke mos e njoft mundësinë që kena, me bë, atëherë ja e kufizon në vetveten, për shembull në njohje të fesë islame vetëm në gjuhë shqipe. Apo shumë xhallar në tëra merren me mesele sipërfaqësore vetëm të sendeve shqiptare këtu pari. Duke mos tentu për të arritur diçka dhe për të lënë diçka prej brezave, të cilat këtu do të provojnë inshallah dietar. Na kena shembuj të dietarëve islam, të shkollave të cilat janë përhap në botën jo arabe, e të cilat nuk janë të arabisë, për shembull, e kemi shkollën e njohur të hadithit në Hindi. E kemi shkollën e njohur të hadithit në Pakistan. Dhe shkolla të ndryshme, sikur që janë shkolla e njohur e mësimit të fesë islame në Mauritani, të cilët normal e flasin gjuhën arabe, mirë po nuk janë arab 100% sikur arab të gadishët arabik, dhe me kanë mundësi me bëkta. Prandaj kërkoj prej vëllezërve që asnjëri prej juve kur mos i thot vetë se nuk ka mundësi me mësu, kur mos i thot vetë se nuk ka mundësi me mësu arabisht, kur mos i thot vetë se nuk ka mundësi me arrit prej fesë Allahut subhanahu wa taala, me mësu hadithe, me mësu usul, me mësu fiqh, sepse
lëmit e islamit janë shumëta, vetëm se duhet me ullë dhe me mësu. Ashtu një për juve, edhe gjithë ju që ndëgjani, në kohën e sotit nuk kena arsye për të mësu. Sot janë mundësit për me mësu. Sot është interneti një lehtësi shumë e madhe. Sot kemi Zoom, sot kemi Telegram, sot kemi WhatsApp, sot kena mundësi shumëta. Sot se cili nxënës i dijes ka mundësi me përdorë në telefon qamusul maani, një fjalor i cili përbën të gjitha fjalor të gjuhës arabe brenda. Dhe nuk është vështirë, vallahi nuk është vështirë. Nuk është vështirë. Prandaj u nxis, vëllazër, direkt u nxis për të lexu në veçantë para se me fjet. Për të nxit para se me fjet. Për të ndëgju lajme të a'immatu selef, të dietarëve të mëhershëm të muslimanëve, të cilët në moshë të vjetër kanë mësuar për fe, dhe kanë mësuar arabisht, dhe kanë mësuar Kur'anin, dhe kanë mësuar hadithin, dhe kanë mësuar usulin, dhe janë dietar. Në moshë të vjetër, jo në moshë të re. Ju nxis që të meditojmë rreth kësaj, sepse në librat islame kemi ngjarje të shumta se si muslimanët kanë qenë serioz, se si muslimanët kanë lexuar për shkencave edhe tjera jo islame dhe kanë qenë transparent me njerëzit dhe nuk kanë folur pa dije. Andaj, nevoja më e madhe e kohës sot është të rikthehet serioziteti, të rikthehet niyeti. Andaj Muhamedi alayhi salatu wassalam shpeshherë nxënësat e vet, sahabët i kanë mësuar an yujaddidu niyatihim me i ripërtri niyetet. Me i ripërtri niyetet për hir të Allahut, me e shtu ambicien dhe motivin, me nxit. Sepse Allahu Jalla Jalaluhu Muhammedin alayhi salatu wassalam e ka nxit ka thonë: "Wa qur rabbi zidni ilma." O Zot, më shto diturinë. Para mendoni, Muhammedi alayhi salatu wassalam, i cili ka qenë në xhennet dhe ka qenë afër xhehenemit të ka i cili i ka ndi nalët e Bilalit. A kuptoni? Ka qenë në xhennet, i ka ndi nalët e Bilalit, i cili rastësisht ka pa hurien e Umar ibn Khattabit, radhiyallahu anhu, e ka pa shtëpinë e atij, ka thonë shtëpia e kujt është kjo? Më thanë shtëpia e Omerit. Dhe më kujtove ti Omer, më kujtove thotë ti Omer se je i që ke xhelozi shumë për familjen tënde, u largova më njëherë. Ka qenë Muhamedi alayhi salatu wasallam atje. Dhe kjo është përjetim që ka përjetuar Muhamedi alayhi salatu wasallam. Nuk është ëndër. Kjo është gandër është. E vërtetë është. Dhe na kena mundësi kot sot me zbatuar me mësu prej ma'init, prej pusit edhe prej burimit në të cilin ka mësuar ata. Sot kena këtë mundësi vetëm se dytë më bë shumë më serioz. Dhe me tentu prej vetës me mësue. Dhe me sakrifikuar edhe secili prej neve me përmirësuar vetë. Në jetën tonë përditshme sot, e di që jeta është e shpejtë, e di që kena nevojë me punue, e di që kena nevojë me urrit me halal dhe me rrit fëmijë me halal. Krejt normal është kjo. Ama duhet më kthye dhe me largue ndryshkin e imanit, ndryshkin që është kapluar kerozion është bërë në zemrat tona, me u largu ajo për të zbut zemra. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, që me përmendjen e Allahut na qetësojnë zemrat. Nuk kemi mundësi, dhe s'do të kemi mundësi kur me ripërtri imanin me fjalë boshe, as me fjalë të filani, këshyri filani tha, filani kishtan, filani ka me than. Jo. Allahu Jalla Jalaluhu s'ka me apyt neve për finanin dhe alamin. Dhe vëzër, paramendër Ibn Sirini, rahmehullah, u kanë dëgjuar njëri prej muslimanëve duke e thy Haxhaxhin. Unë me paramendu Haxhaxhi tagje prej diktatorëve apo tagote kanë qenë disa prej selefit. Paramendo, ka thonë o filan, te me këtë gjatë që e shanë Haxhaxhin s'ki ku li farë dobi e për kësaj. Te do të angazhohesh ditën e kiametit me mëkatin tënd, më të vogël, dhe ajo duhet me qenë rëndësia jote më e madhe, bara jote më e madhe. Ti që përmerresh me Haxhaxhin në këtë rast, se ka pas qëllimin që mos më marr me Haxhaxhin me zënimin që e lën ai. Po ka pas me muhabetin që e bën ti vetëm je duke shlajfuar me nivel. Në lloç. Ai me të selef
i ka mësu musliman të parë që me ripërtri imanin e vetë, që me shtu bindjen, sikur që ka thënë Imam Maliku rahimahullah, se fundi i këtij ummetit, neve sot jena fundi i këtij ummetit, ato të partë janë, nuk ka mundësi me u përmisu vetëm bima saluhat awwaluha, vetëm se ashtu sikur që u përmisun ata të partë. Ja nuk u përmisu sot? Andaj duhet më kthim dashurinë për hir të Allahut, dashuri vllazërore. Dashuri të buzëqeshjes dhe përqafimit në xhami. Në ngjitje të supeve dhe të kanëve në namaz. Në përqafim për hir të Allahut, në ndenje para hoxhës, me respekt ndaj Allahut tant. Në atë pjesë që ka thënë Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, wallahi ka thënë unë e dëgjoj një hadith për juve, unë e di për moshës 3 vjeçare, dhe po e bëj vetën sikur nuk e kam dëgjuar kurrë. Allahu akbar. E bëj vetën sikur kurrë se kam dëgjuar. Kjo është bereqeti i dijes. Me u bë se kin se ti e di. Dhe e keni pasur shumica ajeteve dhe haditheve dhe ngjarjeve dhe muhabeteve që postohen edhe krejt, nuk është që se dini, nuk është që s'pari herë i shihni, në një herë mamman krejt, në një herë jo, në një herë kujtohet, në një herë s'kujtohet, s'ka lidhja e pjesë. Ti alhamdulillah dhe lexon shumicën mbi 17 herë në namaz gjatë ditës. Po çdo herë që e lexon ti, çdo herë kije ëmbëlsirën e vet. Prandaj sot, kemi mundësina me provu hoxhallar, dietar dhe thirrsa dhe njerëz që mësojnë arabishtën dhe nahwin, gramatikën e gjuhës arabe, sintaksën e gjuhës arabe, morfologjinë e gjuhës arabe dhe gjithçka prej arabishtës, alegori e tjerat, këtu kena mundësi me këta. Këtu kena mundësi me këta. Janë librat në mesin tonë. Është teknologjia sot që na e lehtëson. Në kohën tonë se kena pas këtë teknologji. Është dashur fjalor me hap zile bo derisa ta gjesh një fjalë. Arabisht. Sot ki fjalor të Tomçinit në gjuhën shqipe. Ky fjalor që është në telefonin që e ka dikush prej neve sot, është shumë më i fortë se Pentium 3 dhe Pentium 4 që ka ekzistuar në një kohë. Dhe ka mundësi me mësu sot. Dhe duhet më kthi në mësimin e fesë Allahu xhalla xhelalu. Duke mos shikuar atë pjesë dikush prej jush tash, për shembull ka sos anglisht, dikush është sportist, dikush është këta apo ata prej seneve të dunjas. Super është, shumë mirë është me pas profesionet të dunjas, 1, 2, 3. Sepse ushqimi më mirë është ushqimi që e han prej dorës tënde. Pavarësia më e mirë është pavarësia që e bën ti me punën tënde. Zatën, do me thënë e shahadetit në islam, me e përkëthy tamam, është mos me qenë i ndarur nga askush. Hiq. Mos me qenë i ndarur nga askush përveç nga Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo është. Krejt nomenklatura, përbërja, kualiteti i islamit dhe tauhidit, është në përbërjen që ti si individ, ti është i panvarur në familjen tënde dhe nuk je nevojtar një azgat dorën dikujna. Kjo është domethënia. Mirë po të çështja e ditorisë është e kundërta. Është e kundërta. Nxënësi i dijes nuk ka mundësi me arrit dijen nëse ai nuk nënshtrohet para mësuesit. Po jo me nënshtrohet sigur robi ndaj Zotit vet, jo subhanallah. Por kjo duhet me qenë pjesë përbërëse e mësimit. Allahu s'ta e bereqetin e kuptimit nëse ti nuk nënshtrohesh. Allahu s'ta e bereqet të kuptimit nëse ti nuk nënshtrohesh, sikur që po ashtu Allahu s'ta e bereqetin e kuptimit nëse ti nuk punon me dijen. Për transmetimeve që transmetohen nga Imam Ahmedi yarhamuhullah, i cili e ka zbatuar dijen, në ka transmetim nga Muhamedi alayhi sallam se ai kur ka bëu hijame dikush ka paguë. Edhe që ka paguë. Në disa transmetime ka se ka paguë me 1 dinar. Imam Ahmedi ka shkuar ka zbatuar këtë hadith. Ka thonë, në ka ardhur transmetimi se me 1 dinar edhe ne e paguaj njëjtë. E zbatojmë hadithin. Po ashtu, prej kushteve të kuptimit diturisë dhe që Allah me në motiv neve është pa tjetër me sakrifiku. E kjo puna sakrificës është shumë punë e madhe. Me sakrifiku, me pas breng për këtë umet, me shpresu të Allahu sevap, imanen u ihtisaba, me iman dhe besim dhe bindje të madhe që ky sevap shkon të Allahu,
Me pas atë bindje se unë jam të bëj një vepër e cila vepër do të mbet mbas jetës time. Në varr me ardh se vapet inshallah. Shikoj gjithçka çka fola tash këtu, këto fjalë i shkojnë në varr Abu Bakr as-Siddiqut. Nuk po flas për Muhamedit sa më diet. I shkon Omar ibn Khattabit, i shkon Uthmanit, i shkon Aliut radhiyallahu anhum. I shkon çdo sahabiu, çdo dietari i cili ka transmetuar këtë fe, dhe kjo është nder. E vëllazër, a kena menduna unë edhe ti krejt se së shpejti vallahi vdekja ka me në ardh. Vallahi së shpejti ose kemi me falë gjenazën ose ka me falë gjenazën. Ju e shihni në kohën e sotit sa njeri kur po vdesin, po vlen Facebooki, po vlen videot, po vlen mas 10 dita me vlen videot, po sot në punue dhe me pa atë rezultatin e asaj që e mësoj. Me qenë shumë serios në kuptimin e kësaj feje, sepse kjo feje është shumë e madhe. Njerëzia dhe bota kanë nevojë për këtë fe. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith ka thënë se nga çdo brez prej brezave të Islamit yahmilu hadha al-ilma udulu. Këtë dituri e bartin dietart apo burrat më të mirë, më të drejtë. O Allah na bën për më të drejtë. Na bën për më të mirëve. Na i pasën zemrat. Dhe na kemi nevojë me nxit vetëm për të mësu, për të bërë dietar bi idhnillah. Pse jo? Shumica për juve as 30 si ka. Shumica për juve as vitet e 30 nuk i ka arrit. Dikush është 20. I trilën e vëllazër. Kuptimi si mungon juve. Vetëm se mos gaboni me kufizuve vetëm e thon, unë jam kaç, unë nuk muj. Ka tjerë, që le të shkojnë në Arabi tjerë, këtu është Arabia. Wallahi po. Pasha Allah këtu është Arabia. Gjuha arabe këtu është, gjithçka prej gjuhës arabe këtu është, tefsirja këtu. Dhe mësimet që kena mundësi më marr këtu, pasha Allah në Arabi suni merr. Është fjalë e vërtetë, po, e vërtet. Mësimet që kemi mundësi më marr këtu, pasha Allah as në Arabi sepse nuk më mbledhen krejt. Koha nuk del, e ki fakultetin, e ki këta, e ki familjen, e ki shumë sende. Nuk del, nuk ka mundësi. Po nuk është vën kur. Asnjëherë. Mi po ju përsis, me një cilësi dhe kam ju provu inshallah e keni. Allah dhe mund soft. Lazer, me u bën monoton nuk është cilësi e mira, po, përveç të dia. Përveç në dituri, bëhu të hoxha monoton, o emocional, shkruj në 3 natës, apo shkruj, apo dituri, jo me pyet se Kali Sulejmanit al-Islam si ka pas emrin, çfarë ngjyre ka pas. Jo, kësi pyetje. Kësi pyetje jo. Ama nëse e ki qëllimin për ders, nëse ki qëllimin për me mësu, nëse ki qëllimin për me arrit një lëmi prej lëmi, me mësu arabishtë, shkruj edhe në 3 natës, për mua ki halal. Unë u që thonë shkruj edhe tjerëve, anë e ti që në qaftë eme. Ka me thonë, ju ka mësu a i budala ndështë. S'ka problem. Dhe po, duhet me u bo monoton në punën e dijes. Për të arrit. Unë e di që s'ju ka shku me një kur, për shumë ndika për juve ndështë 80% që me ju pyet, atë ka shku me në herë më bëhoq, këmë thonë, sigurt, me një herë jo. Jo, këmë thonë. Po s'ka lidhje kjo punë t'ja bash hoq. Sepse hoxha në Islam, kur kam pyet Imam Ahmedin rahimahullah, në të kohë, çka është dituria? Ka thënë, dituria është ta bësh niyetin raf'ul jahli an nafsika. Tash kur je nis për të shtëpia, më ardh këtu. Çdo hap që ti bë, duhet të bën niyetin. Çka është ai niyet? Niyeti asaj është raf'ul jahli an nafsika, me ngrit paditurin për vetvetes. Me ngrit paditurin për vetvetes. A kush është ai që i din krejt? Hoxhallar dietata i din krejt meseleta? Jo vallahi si din. Jo vallahi krejt nuk i din. Raf'ul jahli an nafsika. Ta bësh niyet që ta largosh paditurin për vetvetes. Thumma an ghayrika, pastaj për tjerëve. Pra, me shku me mësu të një institut i hifzit, i usulit, i hadithit, duke e bën niyetin për me u bë hoxh, pa e ngrit paditurin për vetes, kjo gabim është. Niyet gabim është. Andaj, o vëllazër, ka pas për e immet u selef, kur kanë folë për punën e dijes, që më dini se dietat e sahabeve e kanë transmetuar dijen te tabi'int. Tabi'int e kanë transmetuar te atba'i tabi'int. Për shembull, në Medinë, dituria ka përfunduar te Muhammed ibn Shihab az-Zuhri, rahimahullah, dietar shumë i madh.
prej mësusave dhe këshilltarëve, krau I djathtë I Omar ibn Abdulazizit. Dhe Abdullah ibn Dinar. Shikoni emrin, Abdullahu djali I Dinarit. Ka pas në atë kohë emra Dinar. Kjo Abdullah ibn Dinar thot, kur e ka kërkuar në fillim dijen, talabnahu la li ghayrillah. Li ghayrillah. E ka kërkuar jo për Allah. O ka tash më hoxh. Profesion më morë hoxhallok. Fa aba al-ilmu illa an yakuna illa lillah. Amma dituria nuk deshti ndryshe vetëm se ma mësoj niyetin. Prandaj kur vjen ders, kur vjen ligjërat, duhesh me bën niyetin me ngrit pa diturin për vetes. Dhe me ditë se na nuk dina, vallahi nuk dina. Pasha Allahu na nuk janë të ditë. Dhe tash na duhet me mësu sa më shumë. Duhet me mësu sa më shumë. Pra ke ardhë këto për të mësu. Shikoni, ka njerëz në botë, ju e dini sot për shembull ka doktoratura. Një doktoraturë me gjithë magjistraturë dhe fakultet I kushton dikujna me gjithë gjuhën 14 vjet, 15-16 I shkoll. Po për të bërë dietar vallahi duhen 5 vjet. Nuk duhen më shumë, 5-6 vjet. Kështu që këto normat e shpikura mbrapa që janë, këto ndoshta janë edhe të tepruara. Andaj për të arrit dietarët e selefit përpara, ata kur kanë mësuar të xhallarët e vet, ata kanë mësuar vëllezër. Ata nuk janë lodh. Dhe ata se kanë pas mendjen ta pjesa e titullit, ta I kapuçi me vnu këtu se me hedh diplomën që e mu. Si kanë pas mend atë? Mirë po, e kanë pas dertin dhe galen se si me arrit këtë. Po. Andaj gjithçka që kanë pas kanë sakrifikuar. Ju sot I keni këtë mundësi. A dini vëllezër se kanë marrë përgjegjësinë për këtë? Ditën e Kiametit nesër kanë marrë përgjegjësi se ka pas dikush që ka ditë arabishtin, ka mund të mësoj arabishtin të se kimsu. Ka pas mundësi dikush me ta mësoj ti Kur'anin të se kimsu. Ka pas mundësi me ta mësoj tajwidin të se kimsu. Ka pas mundësi me ta mësoj usul al-fiqh. O ma adraka ma usul al-fiqh, çfarë lëmia është ajo? Bazat e argumentimit në fe islame. Bazat, mënyrat e argumentimit, detajet. Po si është argumentuar Allahu në Kur'an, si është argumentuar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnet. Si janë argumentu khulefat rashidin, usul fiqh, në shkup e mësua. Nëse ka pasat mundësin atë ko. Usul fiqh, në shkup e mësu, po usul fiqh. Me mësu fiqhun, me mësu qawaid fiqhije, ka libra që je usul fiqh, qawaid fiqhije, regullat fiqhut. Shembull, po jap një shembull. Se visezën e kemë dëgjuar se visezën e bë, kur gabon njëri, ta mëson qaide fiqhije, ta mëson ti kur duhet me bë se visezën. Kur gabon, se gabon njeriu, haron diçka, shton diçka namaz, kur duhet, si duhet. Për shembull rregulla thot, çdo gjë që ti shton namaz e bën jashtë namazit se shton jashtë. Çdo gjë që pakson ti namaz e bën brenda. Kështu është rregulla. Këto kemi mundësi mësu këtu. Mesele, shumëta. Dhe pasha Allahun ka pas për dietarë islam, në shtatën e vdekjes mesele ka fol. Në shtatën e vdekjes, Abdullah ibn Mubarak ka kërkuar lapsin në shtatën e vdekjes. A kuptojmë tash? Ju mos mendoni se Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, shembull, ai ka pas familjen docenta, e ka pas doktora, kujdi, edhe tash erdh kemi një herë djali babës. Jo, s'ka qenë kështu në kohën e selefit. Ai vetë është bë, ai vetë ka pas gojlat. Nuk I ka thënë dikush çu bën ti dietar. Zhohu banku dietarti. Sot më mëngjes është shumë jetën e ka bëu bismillah. Jo. Në shtatën e vdekjes, thot lapsin. Thot imam, tu vdekje. Ka thonë la'alli lam aktub الكلمة التي ستشفع لي يوم القيامة. Ndoshta akoma atë pjesën e dijes se cila do të ndërmjetëson për mua se kam shkruar halaun. E cila kam mos sebet me hin xhenetun. Ka shumë kanë dorë dijen. Prandaj xhamatin, rrethin ton, na formojnë vetë, nëse na I krenohemi mafiashllëqeve, do të bëhemi mafiash. Nëse na I krenohemi trafmeve, do të bëhemi UFC. Nëse ne I krenohemi dituris e debit khushua me pas frikë respekt, me u kthi ajo atmosfera imanit mesin ton, me largu këtë punën e fitness,
muhabete me mqyri shtrend, xhamati ati. Nëse nuk luftojna për këta, atëherë na vetëm e kena përgatit një terren të xhehenemit në dunja, subhanallah. Me këthi imanin duhet, me këthi agjerimin, me këthi iftarin, me këthi dhuratën për hir të Allahut, me këthi buzëqeshjen, me ndihmu të adoptit, fëmijët me ndihmue, jetimat me vizitue, me qenë me njerëzit, me ndihmu pleqve, me kalu rrugën pleqve, me qenë shembull për njerëzit, me shku me e thirr njëri tjetrin në namaz sabat të dera. Dela filan, valla del. Kjo sunet është. Me shku me thirr vllahun ton. Çu? Del ba vet për shembull, del në Allah vet bashkë. S'ka vële, s'prish punë. Morë ta them ndaj fjalë, s'ka lidhje vëlla. Duhet fjalë, morë të shoh për shembull. S'ka lidhje. Se vape ki qatë shanë me të shanë baba i shokit tana po nana na i qitë e gjumin na është, s'ka lidhje. Rritë Allahut. Mi bërë disa sunete, disa sende të cilat na i shtoni imanin, subhanallah, se nuk vdiset pa iman. Nuk vdiset pa dashuri për rritë Allahut. Dhe ti kujtojnë ato burrat të cilat na pas kanë ngjallë këtë islam, subhanallah, që e përmenda Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, thotë Sufjan al-Thawri, një dietar shumë i madh, thotë kisha pas dëshirë një ditë për jetës time ta kem sikur Abdullah ibn Mubarak. Sufjan al-Thawri, a di kush është vëllazër? Kur ka urinu, për i frikës Allahut ju ka shtu tuta shumë, edhe ka urinu gjak. Dhe ka lutë Allahu shpesh, ka thënë Allah, ma paksa mua këtë frikën të te, se ka pas shumë dhimbje. Se të lehta janë këto punë të emocioneve, me punën e gurëve, në trop janë të lehta, edhe me punën e veshjve. Kush ka pas problem me veshjt e din. Unë për vetë kum pas, e di ç'ish është. Dhimbja e veshjve edhe e gurëve. Po se kum pas për asaj, e ka pas këtë ndryshe smundje ka pas. Po ai ka thonë, i cili quhet Amirul Mu'minin fil hadith. Dietar Amirul Mu'minin hadith. Khalifa hadith. Khalifa hadith ka qenë. Sufjan al-Thawri. Apo kur thuhet të selefi as-Sufjanan, dy Sufjanat, këta kanë trashëgu dituri. Brez pas brezi. Janë të lavdruar, ky ka thonë, Allahu ma mundsoft, o Allah ma mundso me pas një ditë prej ditëve të mia, sikur Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak ka qenë njëri thjesht, subhanallah, mos kujtoni që shembull ai prej ditës parë, jo, është vërtet se edukatën që ka dhënë baba i vet Mubaraku, ju e dini, Mubarak ka qenë ai shërbëtori në Merru, në Afganistanin e sotshëm, që zotëniri i vet kur ka ardhur mysafir ka thonë filan shejgën ma do shejka më të amla, ai si ka njoft. Ka thonë o filan, urrejtar, thash shejka të amla mos mbjet tharta. Ka thonë vallahi si di. Ka thonë si besi di se sa vjet punon ton, a si kum provokor. Si besi ki provokor. Kur si kum provue. Me vërtet si ki provokor, kur si kum provue. Ka thonë kam një vajzën, du me talon. S'ka sy ajo, s'ka vesh, s'ka kom. A pranon, e pranoj. E ka përgadit, ai ka pas me sy, me veshje, me kom, kredi ka pas. Po i ka thënë haram s'ka shkel kur, sikur ti që s'pas ke shkel kur në haram, ti ka ai domaçini i vërtet, krye familjare i vërtet, po e prej këtij niqahu ka lind Abdullah ibn Mubarak. Në disa prej dietarëve islam kanë thënë, disa prej mësimeve dhe veprave nuk ka mundësi me qenë barabarta me një niqah, me një martesë. Me një marrëdhënie intime në halal, sikur ky rasti. Prandaj në hadh një mësitni ja shkon shumë prej veprave të mira. Ama nëse i dëmi takua, një Abdullah ibn Mubarak me një nam të kthirr, me një grup të kthirr, që ka lind prej asaj Abdullah ibn Mubarak, yarhamuhullah. E cili ka qenë huj, nuk ka qenë arab. Shikoni, kjo është një nxitje për neve. Ne jemi shqiptar, ne nuk jemi arab. Por ti nuk duhesh kur me thon vetes unë nuk muj, neve nuk kena mundësi me mësu, ne nuk dina, nuk dina. Çish nuk dina. Duke e ditë nëse çfarë talenti kemi. Përgjithsina, e dim se talentet i kena në sport, edhe në gjuhë, edhe në shumë prej seneve në botë, është e njohur kjo pjesë. Talente në gjehel, talente në lloj-lloj harami, talent, sa dush. Edhe të njohur dhe krenohen njerëzit. Por edhe Islami kena. Edhe i kemi na shqiptarë të cilët janë marrë me ilmul hadith, që shqiptarët kanë ringjallë shekullin e kaluar ilmul hadith, Sheikh Albani Arnauti, Shuaibi edhe Sheikh Abdul Qadir Arnauti rahimahumullah, ata kanë gjallë ilmul hadith, diturin e hadithit. Para asaj nuk është njoft
Ka pas dietar që janë marrë me takhrij, sikur Ahmed Shakir dhe Muallimi, mirë po nuk kanë qenë nivel të njohjes, këta kanë bërë të njohur. Prandaj vëllezër nuk duhet me nënçmu vetë. Neve kena fëmija, po do të keni fëmijë, na kena familje, na kena njerëz i plot. Wallahi te xahilat që nuk falin namaz, ka djem shumë të mirë. Ka djem më të mirë se na. Wallahi te shqiptar që s'falin namaz, ka djem shumë të mirë. Ka djem me cilësi shumë bukura, me virtyte shumë të larta, me burri, me edukat familjare. Duhet atyre njerëz me uzbukuru islamin, me motivu ata njerëz, me qenë shembullin më i mirë për ata. Dhe kjo bëhet për hir të Allahut. Dhe kjo bëhet përmes diturisë. Atë duhet me qenë të heshtur, duhet me qenë të sjellshëm, duhet me bë vepra me ulut për hir të Allahut, me ringjall këtë islam. Se Allah na ka nderuar dhe nuk guxojmë me përbus, subhanallah. Ne nuk guxojmë me përbus këtë islam se Allah na ka nderuar. Dhe është diçka shumë e madhe kjo. Allah na ka nderuar. Ne ka dhënë këtë, dhe kjo është shpirti jon. Prandaj duhet me përhap sa më shumë diturinë. Dhe duhet me përhap atmosferën e diturisë. Kur them dituri, kjo është dituria. Dituria e wara'it taqvallahu që pas ka pas baba i vet. Shiko, kjo nuk ka qenë dietar, subhanallah. As nuk ka qenë arab. Shiko, shqiptar ka qenë. Sikur gjithë prindit ton që kanë rrujt dikun ose punojnë për fabrika e ndërmuan të ngratit të punu. Dërmon të punu ndoshta. Gjithë Jugosllavinë kanë ndërtuar. Shqiptarët kanë ndërtuar. Baballarët tërë kanë ndërtuar. Janë ndërmuar të punu. Dhe po haram s'kan dashur. Haramin s'kan dashur. S'kan qenë mafiash, nuk kanë shit sene të këqija, nuk kanë bërë biznes të këqija, jo. Dhe ajo shumë dikonte. Prandaj Imam Ahmedi rahimahullah ka nxit te aimmetu selef të muslimanët e parë ka thënë çka është shërimi i imanit, çka është ajo menhemi i imanit, aklul halal. Ka thënë me ngrën halal. Aklul halal. S'ka ilaç më të mirë në dunjë se me hangër halal. Prandaj kur ta dish ti një vëlla musliman e din që 100% ka thirrje i ngosti, halal ka hohat e taj. Aklul halal. A dhe kjo që ka ibadet, edhe kjo është ibadet tonë. Wallahi kjo është ibadet. Dhe kështu e kanë kuptuar të diturinë. Dituria nuk është ajo e mora diplomën, më thanë mashallah njerëzit. Na jodhim subhanallah. Një numër të madh njerëzit, 3-4 njohim njerëzit për shembull që prej veçlijës. Përgjithësi kjo është te populli jonë tëna. E marrim një haftë të madh, dal njëri hafiz dhe nuk merret me hifz. Në moshën 15 vjeçare, 12 vjeçare, 10 vjeçare, hafiz bëhet. Apo i din gjysmën e Kur'anit përmend. E hu motivin krejt. Mungoj inteligjerata. E hu motivin nuk përdoret ai. Prandaj kena nevojë me përdor vetën, me prezantuar në derse dijes, vallahi, unë jam dëshmitar i asaj. U them juve se nëse gjatë javës kishim pas 3-4 takime me shpjegimin e hajde mos them 3-4 lëmive të islamit nga 15 minuta, unë ju kisha thënë juve që për një vjet 2 ju ndoshta atë lëmi kishi fillu në gjysmën e lëmijës me pas parasysh. Në botën arabe kemi hoxhallar shumë, dietar shumë, kështu kanë shpjeguar. Disa prej dietarëve në Saudi, atje ju ban ora, ka pas orën njëri prej të dietarëve në xhep. Në 15 minuta, 15 minuta, lëmi e ka në 15 minuta. Unë besoj që secili prej juve 15 minuta nëse flet hoxha, ju e mëni men. Dhe besoj që keni mundësi me shpjegu çata çka. Në 10 minuta, në 5 minuta keni mundësi me shpjegu çata. Nëse hoxha shpjegon dersin në saat normal që s'keni mundësi, po edhe vetë hoxha nuk mund. Mirpo, nëse në 15 minuta shpjegohet një mesela apo dy, ato shtohen me ditë. Shtohen, shumë derisa ti arrin një pjesë të madhe diturisë e ndryshe është kur ta kuptosh fenë Allahut me dituri. Ndryshe është kur ta kuptoni fenë Allahut xhalla xhelalu me dituri. Prandaj kena nevojë shumë për këtë iniciativë, kena nevojë shumë që jo të bëhi edhe me gjithë bëni monoton. Në aspektin pozitiv them. Monoton me lodh njerëzit duhet të mësojë. Abu Yusufin këtë ndëgjua në gjanë si më i miri Abu Hanifës. A dhe që i ka thonë Abu Hanifja Abu Yusufit? Direkt i ka thonë. Lemma atejte i lejna, kur kja artëna, kun të belida. I ka thonë, je konë i ranë ka krija. Kështë direkt i ka thonë Abu Hanifja. Je konë, s'ki marrë vesh. Si konë për hosti. Direkt i ka thonë. Abu Yusufi el Qadi.
Kadiu i kadive të muslimanëve prej Oqeanit Atlantik e deri në Indonezi atje. Më një kuptu krejt botën. Kadi. Abu Yusufi. Nxënësit më i mirë apo prej më të mirëve. Apo më i njohur i mëdhëbit Hanefi. Lëzër, dikun 2/3 e meseleve të mëdhëbin Hanefi i kanë përbëra Muhammad ibn Hasan Shaybani edhe Abu Yusufi. Ato janë pjesë përbërse e mëdhëbit. جعلتك المواظبة وابو يوسف ty të ka bo insistimi, nuk është nal, ka insistu njeri, جعلتك المواظبة, ka insistu dhe sa je bo djetar, jo hoxh, djetar është bo. Paramendoj, Ebu Jusufi edhe në shtatën e vdekjes mesele ka qelë, se në mëhebin Hanefia të kanë qelë mesele. Se më të qka nëse urina më shon stubit e ti më shtetesh të stubi, qka nëse te piu ku faresh ka urinu diçka ti vjen faresh a ki namaz se ki dit, këse dhe meselesh në njëherë edhe hipotetike kanë qelë, po kanë qelë një orë për këtë mesele. Përndaj, nëse ju e vendosni gjithë me u ban zansa dijes, me u ban haqëllar, me u ban thirësa, nëse ju e vendosni me kalimin e kohës, Allahu ka me nga të regu se kush prej uve në qa ka talent, se secili prej uve e ka mrenda islamit një talent tjetër. Secili prej uve mrenda islamit e ka një talent tjetër. Unë e di që kjo shumë e guximshme është. Unë e di që ka shumë njerëz në botë thënë, a ti avamin do me bëj hoxhallar tash, më pas se kjo e tepërt është. Po vallahi avami bën hoxhallar. Nëse mësojnë. Sa ta mbesin awam, mbesin avam, mbesin njerëz të thjesht se nuk mësojnë. Nuk ju çelet dera diturisë. Në çmohen ju flitet vetëm derisa xheneti xhehenemi, vetëm. Me po nuk ndërtohet kështu. Andaj i shohim sahabët radhiyallahu anhum ta s'ka pas ndoshta kred dietar s'kan qenë, ama brenda e islamit që kanë pas sahabiu më i vogël, edhe fëmiu prej sahabëve brenda e islamit e ka pas sikur dietarit. Ndoshta dietar nuk ka qenë, tamam, ama brenda e islamit që ka pas ai, wallahi as i brenge, subhanallah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, isha djalosh i vogël. Pas me visar ka qenë ku ka ndruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pubertet sa ka hi. فكنت صديقا مع الأنصاري كسين شق من الأنصاري إيثاش وتي أنصاري وشكيم حتى شكونا مسوية دية أبو بكر تأميري سينجال تا عثمان الغاليو حتى مليذا حديث مليذا التفسير مليذا لميت إسلامي أي مثلا أبرتيك أن باس نهو يرز دا محاصد فقلي لنا تو باس صحابة ملي تقول شكوة كي أنصاري ترغم برابا thot Samin pa thënë mua Ibn Abbasit, Abdullahu, hadi shkojna mësojna, ai u bota dietari më i madh i sahabeve, unë meta. E sa ka shfryzu shansën, nuk ka qenë që s'ka marrë vesh ai. Shok e ka pas Abdullahu. I mëshim ka qenë ai. Ai ka menduar thot, s'ka nevojë Islami për mua, vallahi ka nevojë për ti. Wallahi billah ka nevojë, për secilin prej juve ka nevojë. Vëzër, në kohën e sotit është një dietar recenzuesi i libres Fathul Majid. Hoxhallah talibet e din. Fathul Majid është shpjegimi më i mirë i Kitabut Tauhid. Kitabut Tauhid është libri Abdul Wahhabit i njohur. Hamid Faqih. Quhet Hamid Faqih. A dini çka ka thënë Allahu? I dini këta njerëzit që vinë te shtëpia sigurt te ju i mshojnë zilës, a keni na shporet me xhujt, a keni na hekër, a keni diçka më pastruar, me as i kolice. Ka të na rëm që punojnë, po ka të tjerë. E dini? Që vinë, kështu ka punuar. Kështu ka punu, Allahu subhanahu wa taala në blesëria ka dashur ditërin, është bë për dietarë më të mëdhenj në Medinë ka dhënë mësim në xhamin e Pejgamberit sa. Në blesëria vëllazër. Hamid Faqih, kërkoni, shkruani në ChatGPT ose shkruani në Wikipedia. Kërkoni. Hamid Faqih. Kështu shkruaj, Faqih. Për dietarëve që ka recenzuar Fathul Majidin dhe e ka shpjeguar Fathul Majidin. Dietari i cili ka këshilluar Amin Shankitin, a dietarin e madh të Mauritanisë. E ka këshilluar muftiun e Arabisë Saudite të parë dat Hoxhën e Bin Bazit, Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikhin, rahimahullah. Dietari i cili ka ndejt në dietar më të mëdhenj në Jazira, nga dishin arabik. Ka qenë mësues i tyre. Kur janë hap gjitha ato mahadet, ato institutet më të mëdha ka qenë mësues. Atje ka qenë mësues në xhamia islamike, ka qenë mësues në Medinë, në xhamin e Pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, a ky me një kohë prej kohërave kolicën e ka çuar gati. Por Allah ja ka dashuruar në zemër.
dhe një numri madh i dietarëve kështu vëllazër. Ibn Hazmi që ndëgjohu dietar i madh, bota e pranon për dietat, në moshën 35 vjeçare, deri në 40. Baba e ka pasi emir në Cordoba të Spanjës, dhe shkon më fal, nuk di më fal mirë. E çeshin njerëz në xhami. I hipi nauti, nxjerr kakria, bëhet dietar i dunjos. Bëhet dietar i dunjos, prandaj nuk bën një hub një shpresat. Jo e kundërta. Po nuk është kusht që nesër edhe një këshill. Kur mëson dikush prej ujë, nuk është patjetër e tasaddur me dal me kallëzu. Patjetër videon, sikur që bëjnë sot, di llafe i ka mësuar me një herë videon, me një herë. Sa është kjo ponta e kësaj? Ponta e asaj është një herë me ngrit pa diturinë për vetes. Me u kënaq me diturinë. Me u shkri. Prandaj, pejsende më të larta dietar që në parë edhe në ëndër, edhe në zhvendër është kur dietari të arrijë një meselë, e kërkon 3-4 ditë dhe e gjen. S'ka kënaqësi më të madhe në dunjë se kjo. E kërkon një meselë në për libra, i ka hap 10-15 libra, 20 libra në shkallë. Këtë botën e kërkon me fund e gjen. Kjo. A dini se ka dietarë vëllazër, 40 libra një meselë. Është një mufti që ka ndërjet i Yemenit, Al-Imrani quhet. Ai ka kërku 40 vjet, 40 vjet e ka kërkuar vendin, qyteti si e ka emrin, ku është ai qyteti ku kanë bë emigrim në Abisini, ku kanë shku sahabët. E ka kërku lindje perëndim mas 40 vjetëve, ja ka mundsuar Allah me gjetë. Edhe është një mentik atje nga Eritres. Jo në Etiopi, po nga Eritres, atje është një rajon që Tigra, atje ka qenë ai vend. Kështu që nuk duhet njëri me unë shpresën dhe duhet me bë min khidam al-ilm për shërtorëve dijes, sikur që e shkruan te Sheikh Abdul Qadir Al-Nauti rahimahullah në fund të librave, khadimu sunnati an-nabawiyya, shërtori sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.